Në zemër të malësisë së Kurbinit, aty ku çdo gur ruan kujtimet e një kohe të vështirë, fillon historia e një gruaje që e ktheu dhimbje në forcë dhe fjalën në art. E tillë është historia e Merita Lales, një vajzë kurbinase që u rit mes maleve, por ëndrat e saj e quan për te oqeanit. Pas viteve 90, si shumë të rinj të asaj kohe, Merita zgjodhi emigrimin. Amerika e Largët do të bëhej shtëpia e saj e re, një vend ku nisi gjithçka nga e para, por me një qëllim të qartë, të ndërtonte një jetë më të mirë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Merita krijoi familje, rriti 2 djem, të cilët sot janë me studime të përfunduara, një ëndër që për brezat e mëparshëm të familjes Lala kishte mbetur e paarritshme. Por jeta nuk i kurseu sfidat. Pas humbjes së bashkëshortit, ajo u përball me vështirësitë e jetës si nënë e vetme, e megjithatë nuk u dorëzua. Përveç punës së përditshme, Merita gjeti stre në krijimtarinë letrare, ka botuar 5 libra, mes tyre poezi dhe tregime që mbartin frymën e nostalgjisë dhe fuqinë e shpirtit shqiptar. 3 vite më parë, ajo promovoi 2 prej tyre, ndërsa ditët e fundit është rikthyer në vendlindje për të prezantuar botimet e tjera, këtë herë në zemër të Kurbinit, aty ku nisi gjithçka. Në sallën e Pallatit të Kulturës në Laç, qytetar, artistë dhe të afërm e kanë pritur me shumë dashuri një takim me artin, por dhe me rënjët. Jem shumë e lumtur, me të thënë vërtet nuk e pritja kaq entuziazëm e kaq fjalë të mira për librat e mia, që jam mundu gjithmonë jem vetvetja në fjalë që shkruaj, mos të zgjatem te kaluamës, vetëm për jetën time edhe për vetveten. Ndjesitë e mia, shtreh. Ndjesitë e mia është se që ndjej unë në vetmim, keqardhje, në lumturi, në buzëqeshje, në gëzimet e jetës ose i dhrimet e tia, ajo është ndjesia ime. Për vendlindjen kam shumë mall, ajo më vret shumë, se një fshat i bukur me shumë lule të bardha, si vetë emri, është i vetmum dhe i shkërmum vetmi. Edhe gjithmonë i shkruaj pragut, i shkruaj lulëvet, i shkruaj vendit tim e vendet ku linda, nuk duhet harru se nga vim edhe kush jemi. Amerika ka sjell të mira që kam rrit 2 djem, po ka sjell edhe dhimbje në lotin. Që dhimbja dhe loti humba burrin, edhe vetme tash 20 vjetë rrish 2 fëmijët e mi e jam mundu të buzëqesh e t'ju jap jetë 2 fëmijëve të mi. Ëndra ime është e pa realizuar. Unë tham e pa realizuar se nuk do të nalem së shkruari. Vërtet, do të shkruaj sërish. Ëndra ime është për me bën një libër në anglisht, që ato që kam shoqni në Amerikë të më lexojnë kush jam, edhe ta dinë se kush jam unë. Ndaj e kam titullu titullin e librit Kjo jam unë, edhe t'ju tham dhe atine që unë jam Merita. Merita rëfen se pavarësisht viteve në Amerikë, zemra e saj ka mbetur këtu, në Kurbin, në këtë trev, që siç thot ajo, ruan historinë, krenarin dhe mikpritjen shqiptare. Një nga librat e saj ja ka kushtuar jetës dhe familjes një mënyrë për të mos harruar të kaluarën, po për ta kthyer atë në frymëzim. Familja Lala, thot Merita, është ndër fiset që i kanë bërë balë egërsisë së regjimit të kaluar, pa u përkulur asnjëherë. Të parët tanë janë krenaria jonë, ndërsa kurbinasit janë vlera për kombin, shprehet Merita, me sytë që i ndritin nga dashuria për vendlindjen. Në historinë e Merita Lales, gjen rrugëtimin e shumë grave shqiptare që mes dhimbjes dhe sakrificës kanë nditur të mbijetojnë, të krijojnë dhe të mos harrojnë kur nga kanë nisur, sepse sa do larg të jetë Amerika, rënjët mbeten gjithmonë në Kurbin.